Mbrëm në ndeshjen mes Shkëndijës dhe Strumicës në një ceremoni rasti u dha lamtumira si volejbolist aktiv njërit prej figurave më të shquara të këtij sporti, Habil Ajetit, i cili pas 28 vjetësh karrierë vendosi të tërhiqet nga fusha, duke lënë pas një karrierë të pasur dhe një kontribut të pashlyeshëm. Ai gjatë karrierës së tij ka të fituara tituj kampioni, kupa dhe superkupa. Mbrëmja e tij e fundit si lojtar aktiv u shënua me një ceremoni të veçantë në Tetov në ndeshjen mes Shkëndijës dhe Strumicës, ku nuk mungua respekti dhe mirënjohja për një kapiten që ka lënë gjurmë në volejbollin shqiptar. Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, dhe personalitete të rëndësishme të sportit, presidenti i Federatës së Volejbollit të Kosovës, Bahri Xhinovci, sekretari i përgjithshëm Valon Nikçi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazment Hoxha. Momenti i fundit si volejbollist aktiv ndodhi në setin e dytë kur Habil Ajeti gjuajti topin dhe me emocione u largua nga terreni me duar trokitje të gjithë të pranishmëve. Të them të drejtën, pak me emocione, po mirë, është ndjenjë mirë. Veçanërisht kur ishe të gjithë ato bashkëlojtarët, shokët, që kanë udhëtu prej Kosove, kanë ardhur të nderojnë për këtë ditë. Kalun për afërsisht 25 vjetë që jam aktiv. Legjenda e volejbollit Habil Ajeti ka edhe një porosi për gjeneratat e reja. Unë jam edhe trener të kategoritë e reja të vajzat. Nuk dhe largohem për volejbollit, jam largu vetëm si lojtar aktiv. Po dhe vazhdoj të kontriboj për gjeneratat e reja, për djalin tim, për fëmijë tjerë dhe i fëmijëve të gjithë. Ju sugjeroj që sa më larg telefonave, sa më larg internetit, vinë të merren me sport, pa marrë parasysh futboll, basketboll, çfarë tjetër, vetëm të merren me sport. I pranishëm në ndeshjen e lamtumirës të legjendës së volejbollit ishte edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili e nderoi me një mirënjohje për kontributin e dhënë për një çerek shekulli. Fillimisht për Tetovën ka qenë një simbol i sportit alternativ, do kisha thënë, jashtë futbollit, sepse ne gjithë e njohim futbollin, figura më e njohur dhe më e dashur e Tetovës, jo vetëm në Tetovë dhe jashtë Tetovës, është një emocion i veçantë, sigurisht që për kontributin që ka dhënë Habili në Tetovë dhe gjithandej në sportin ndërkombëtar ka qenë krenaria e Tetovës. I uroj më të mira në jetë, i uroj që edhe pjesën tjetër të karrierës ta vazhdoj me sportin, me volejbollin. Për kontributin e volejbollistit Habil Ajeti në ekipin e Shkëndijës dhe jo vetëm, folën edhe kryetari Besjan Reka dhe trajneri Durim Luma. Në pozitën e kryetarit nuk duhet bisedoj, po duhet bisedoj si ish bashkëlojtari i Habilit, i cili edhe gjatë karrierës time si volejbollist, aq sa kam mund, do me thënë, të jem pjesë e Shkëndijës, më ka ndihmu shumë, kam mësuar shumë prej atij. E që tash dha Zoti unë t'jem në një pozitë tjetër, po gjithsesi ndihmesa e Habilit në këto vite nuk ka munguar, e ka dhënë maksimumin për klubin, prandaj do t'jemi gjithmonë falënderues për atë çka e ka dhënë. Sigurisht se unë falenderoj Habilin për gjithë ato që i ka dhënë volejbollit përgjithësi, po në veçanti Shkëndijës. Është një humbje e madhe për volejbollin, mirë po unë i dëshiroj suksesën të ardhmen, pasi ai do t'jetë pjesë e volejbollit. Unë i dëshiroj që në të ardhmen të bëhet, si ka qenë lojtar shumë i mirë, pra një legjend e volejbollit shqiptar, të bëhet edhe një trajner i mirë në të ardhmen. Unë e pres prej Habilit këtë punë ta bëj. Legjenda e volejbollit Habil Ajeti u nderua me mirënjohje edhe nga Federata e Kosovës, klubet ku ai ka qenë pjesë si volejbollist aktiv. Një dhuratë e veçantë erdhi nga klubi i volejbollit Luboteni nga Ferizaj, që Habilin e nderuan me një plisë të bardhë dhe një dhuratë simbolike si shenjë respekti për kontributin e tij gjatë 5 vjetëve në klub, duke e ndihmuar të shpallet kampion në Superligën e Kosovës. Habil Ajeti gjatë karrierës së tij post Shkëndijës ka luajtur edhe në Kek, Mabetex, Drenica, Rabotnički Shkup, Studenti Tiranë, Pallavolo Lugano, Shutov të Kërçovës, Luboteni Ferizaj, Skënderbeu Kraisht, ndërsa një kohë ishte edhe antari i reprezentacionit të vendit.